një lloj gare, po e quaj kështu në thojza. Po kushtim të i pas parasysh këtu vritjet e vogla që Instituti Demokratik dhe Ismet Kryezivi tha, që i kanë has aty këtu, Kosova ka kriju standard nalt të zgjedhjeve demokratike. Kosova si një demokraci kushtetuese do thot me këto zgjedhje ka dëshmu që qytetari dhe qytetarja në këtë rast din me orientu votën të kriju balanse solide. Mos thom nivel pothuajse perfekt, balans demokratik të përfaqësimit të spektrit politik, por edhe në fund edhe spektrit gjinor sa i përket asamblejeve të komunave. Partitë politike në këto zgjedhje kanë bën hapin e parë, që s'do me thonë që është përfundimtar të reformave në lista. Vrej një gjeneratëri politike dhe me këto muj me konstatu që pëndron gjenerata e politikanëve të Kosovës, e klasës politike të Kosovë. Fizikisht po i bie në bazë gjeneratës apo në bazë në referuar mendësisë politike? Jo, fizikisht në rand parë, sepse mendësia megjithatë, mendësia është ande shihet që kandidatë janë ande shumë konturum, paka shumë si rob të ideologjive partijake dhe nuk mund me kriju një farë. As mundet as kush me pas pavarësit plot për subjektit ti politik, po du me thonë, s'paku mos me citu gjithmonë liderin, mos me citu gjithmonë ato regullat politike të partisë ose segmentet të saj, por që në fundit listat kanë mësu ndryshim. Edhe në kuptimin biologjik që pëndron gjenerata, kemi pas shumë të reja dhe të i, kemi pas shumë femna edhe, pëndron edhe në aspektin cilësor, sepse përhet pa që partitë politike kërkojnë ekspert, kërkojnë njerëz të fushave të ndryshme, profesor, po mendoj njerëz që kanë kryer shkolla, qoftë edhe shkolla të jashtit, pat në këto zgjedhje që kanë edhe nga diaspora e Kosovës me hy me përfaqësu. Dhe mbi të gjitha niveli i debateve, sidomos për kryetar, ka qenë solid. Pse po thu? Për herë të parë nuk kroken me u shteru temat nacionale, që janë tema qeveritare dhe gjeopolitike, por flasin me kom tokë, flasin për komunitetin, për qytetin e tyre, për shërbimin ndaj qytetarëve. Kjo në shumë të në rasteve ka bon vakin Kosovë. Një rast specifik është Prishtina dhe Mitrovica. Prishtina është për shkak se bëhet politika nacionale këtu, dhe e të gjithë qytetarëve të Kosovës, duke veç e... është krye komuna. Po, dhe Mitrovica për shkak të raporteve që i ka që është shumë ofër me komunat që janë të banuar me një shumicë serbe, kështu që edhe aty paka shumë tema nxehtë e veriut, spaku sentimentalisht ndikon. Te komuna tjera, qa kanë vërejt, do të thot, dyshja konkurente kandidatë, ose paku edhe treshja nëse aty këtu, janë solid, din që ka është debati demokratik, nuk ofendojnë në baza personale ad hominem dhe nuk sulmojnë personin që e kanë përballë, por mundohen që të bojnë ose të mendojnë diçka ma mirë. Diçka ma mirë gjithë një në shërbim të qytetarit. Sa i përket qytetarisë, në zgjedhje nuk ka pas probleme, lexova diku një raport policisë që mund të jenë dy raste me vepër penale, që mund të ndjeken dhe ato me sufiksin mund. Ande nuk janë kryer hetimet. Nuk është verifikuar, po. Dhe nuk janë verifiku, sikurse është edhe rasti që tash po aktualizohet në Mitrovicën e Jugut, ku flitet atje në Shqipëri për një mundësi, prapë po them me këtë ndërmjetësin mundësi, por ande nuk ka diçka të prekshme nëse ka ndodhur diçka po jo. Nëse janë të tri këto lëshime ose ndërhymje, kjo paraqet një standard shumë të lartë zgjedhjeve dhe unë i përgëzoj qytetarët partitë politike,
Dhe nuk na prish punën nëse i themi edhe KQZ që ka kryer punën e vet. Edhe mediat, edhe KQZ-ja ka funksionu, megjithëse ka pas një problem të madh që është e pajustifikueshme, mos akreditimi i mediave, i disa mediave, sepse ajo tepër përjashtues në Kosovën e lirë, në Kosovën demokratike, as guxon